Donald Trump I ka kërkuar Iranit të bëjë një marrëveshje para se të jetë tepër vonë, pasi Izraeli nisi një sulm të shpejtë në centralet e tij bërtamore dhe vrau generalet e tij të lartë. Kjo ndodhi ndërsa ministri I jashtëm iranian Abbas Araki e përshkroi sulmin si një deklaratë lufte në një letër drejtuar OKB-s. Presidenti Trump I kërkoi Iranit të bëjë një marrëveshje mbi programin e tij bërtamor, duke thënë se ende ka kohë që vendi të parandalojë konfliktin e mëtejshëm me Izraelin. Tashmë ka pasur vdekje dhe shkatrime të mëdha, por ende ka kohë që kjo masakër me sulmet e ardhshme të planifikuara, tashmë që janë edhe më brutale, të përfundojë, ta Trump në një postim në Truth Social. Në postimin e tij të gjatë, Trump shkruante: I dhash Iranit shans pas shansi për të bërë një marrëveshje. Disa iranian të vijës së ashpër folën me guzim, por nuk e dinin se çfarë do të ndodhte. Të gjithë ata janë të vdekur tani dhe vetëm do të përkeqësohet. Irani duhet të bëjë një marrëveshje përpara se të mos mbetet në asgjë dhe të shpëtojë atë që dikur njihej si perandoria iraniane, jo me vdekje, jo me shkatlim. Thjesht bëjeni para se të jetë shumë vonë, përfundoi ai. Izraeli kreu sulme kundër Iranit të premten, duke thënë se kishte synuar objekte bërtamore, fabrika raketash balistike dhe komandant ushtarak gjatë fillimit të një operacioni për të parandaluar Teheranin të ndërtojë një armë bërtamore. Trump tha se sulmi izraelit ndaj Iranit ka qenë I shkëlqyer dhe paralajmëroi se ka edhe shumë më tepër rrugë sipër, sipas një interviste në ABC News.